Pllaka është pjesa kryesore kur uhen dhanat e telefonit ose një pajisje, çfarë do lloj pajisje që është. Po është punë e ndihshme se ki të bëhesh me pjesë shumë të vogla të integruar në pllakë. Rreziqet e kësaj janë se pllaka mundet me u dëmtu edhe dhanat e myshterisë nuk mundesh me i nxjerr më. Ka edhe raste kur janë prej aksidenteve ndryshme ose kur është pllaka e thyme, edhe atëherë bëjmë ndrimin e pllakës, e zhvendosim procesorin, hard diskun edhe pjesë tjera që nevojiten në pllakë tjetër për me i rujt dhanat e myshterisë. Nëse digjet pllaka, digjet procesori që është kryesor për rujtjen e dhanave ose hard disku, atëherë nuk ki mundësi tjetër për me nxjerr dhanat. Nëse edhe dëmtohet pllaka në qipa tjera që janë qipat rrymës, të Wi-Fi-s ose shymet komplet pllaka, është edhe një mundësi e fundit, domethënë zhvendosja e qipave në një pllakë të re. Tash jam tu punu me një iPhone 13 Pro, ky ishte i djegur prej rrymës, edhe pjesën tjetër kemi rregulluar, kemi ndrru qipat e rrymës, tash jemi tu pastru pllakën me bashku me pjesën tjetër, domethënë me pjesën e procesorit. Kjo është çka shihet është pjesa e valve dhe të Wi-Fi-s.